Hëngri banane për një muaj çdo mëngjes dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Bananet mund të konsiderohen si një nga frutat e nënvlerësuar në krahasim me të gjitha frutat e tjerë ekzotik të cilët janë kthyer në një trend kohët e fundit. Po përfitimet e këtij fruti janë në vërtet të shumta, sidomos kundër problemeve që lidhen me mbipeshën, gjithashtu edhe problemeve të tjera të shëndetit. Ndërkohë që ne gjithmonë konsumojmë banane, ajo mund të na ofrojë një sër përfitimesh të rëndësishme në dobi të organizmit tuaj. Sipas Brightside në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi të paktën një banane çdo mëngjes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Banania është mjaftueshëm e shijshme për të shtuar në dietën tuaj. Ajo I jep trupit tuaj të gjitha të mirat për të cilat ai ka të nevojshme. Ajo përmban shumë vlera të larta ushqyese, siç janë vitaminat, fibrat, gjithashtu edhe ëmbëlsuesit natyror si sukroza dhe fruktoza. Por, duke konsumuar banane pas mëngjesit, do të merrni përfitimet kryesore të saj. Një regjim ushqimor që shtohet edhe banania mund të jetë një ndjenjë më e mirë ngopje gjatë ditës. Ngrënia e bollshme e frutave dhe gjithashtu shtimi I bananeve në dietën tuaj mund të jetë gjithashtu një plotësim I funksioneve tuaja trupore. Ndaj konsumi I saj në mënyrë të rregullt në përditshmërinë tuaj mund të kthehet në një aleat të vlefshëm edhe kundër këtyre komplikacioneve. E pasur me antioksidantë të cilët do të ndihmojnë në mbrojtjen e trupit kundër veprimeve të radikaleve të lira, të afta të forcojnë në sistemin nervor dhe aleate në humbjen e peshës, banania është një frut që jep organizmit tonë shumë të mira, ndër më të rëndësishme do t'i rendisim në këtë video sipas health.com. Ka një funksion mbrojtës edhe kundër procesit të plakjes. Bananet kanë në veti të shkëlqyera antioksiduese, falë pranisë së flavonoideve dhe flavonolëve, të aftë këto për të reduktuar gjithashtu edhe problemet e plakjes. Banania është një produkt fantastik për masën tuaj muskulare. Në fakt, konsumi I bananeve në dietën tuaj do të ofrojë vlera të larta të kaliumit, një mineral thelbësor në funksionin e dur të sistemit nervor, të muskujve, gjithashtu edhe atë kardiovaskular, dhe magnezi I cili do të ndihmojë në relaksimin e situatave tuaja dhe lehtësimin e këtij procesi ndikues. Bananet janë aleate të mira të shëndetit tuaj të zorrëve dhe të lehtësojnë gjithashtu ndihmën e tyre. Banania është një frut astrigen, prandaj është shumë e dobishme për të marrë gjatë episodeve të problemeve të diarres. Është një aleate shkëlqyer e zorrës dembele, e pasur me substanca të cilat ndihmojnë me tretjen, duke përmirësuar kështu edhe aftësinë e trupit për të përthithur më mirë nivelet e duhura të kaliumit. Bananet do të rrisin edhe aftësinë e ngopjes në trupin tuaj dhe kjo do të arrihet falë fibrave bimore që ato përmbajnë. Gjithashtu, banania është një racion I lehtë ushqyes edhe për personat që merren me sporte. Bananet në fakt janë shumë të pasura gjithashtu edhe me natrium dhe kalium, dy minerale të cilat personat që merren me aktivitet fizik I humbasin më shpejt në përditshmërinë e tyre, dhe banania mund të jetë një aleat shumë e mirë e situatës suaj nëse djersiteni shumë në këto situata. Ajo do të reduktojë gjithashtu edhe rënien e muskujve duke ofruar atyre mbajtjen e antioksidantëve të cilët ndihmojnë edhe me rikuperimin. Banania është një frut shumë I mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Në fakt, ndihmon në mbajtjen e rregullt të ritmit të zemrës dhe ka veti hipotensive, ndërsa marrja e saj e duhur redukton nivelet të ndryshme të natriumit dhe ndihmon në mbrojtjen e sistemit tuaj kardiovaskular, gjithashtu edhe të niveleve të ndryshme të hipertensionit. Bananet janë një aleat e organizmit edhe duke ofruar më shumë vitaminën C. Një banane e mesme siguron 15% të dozës së rekomanduar ditore të vitaminës C, e cila është një aleat e mirë e organizmit në luftën kundër problemeve të radikaleve të lira. Ndihmon në parandalimin e inflamacioneve dhe kontribon në formimin e kolagjenit, që ndihmon në mbajtjen e enëve të gjakut më të shëndetshme dhe më të plota.
Bananet gjithashtu tregojnë se janë të afta të ofrojnë një përqendrim më të mirë të kaliumit, që ndihmon për të mësuar edhe për të mbajtur më mirë mend gjërat, të cilat do ju ndihmojnë edhe të jepni një vëmendje më të madhe situatave tuaja. Bananet janë një frut shumë i shijshëm të cilat mund të shtohen në dietën tuaj, dhe konsumi i tyre sipas shoqatës amerikane të Kolegjit Albert Einstein në New York, të shoqatës amerikane të zemrës të publikuar tregon se ngrënia e shpeshtë e bananeve do të zvogëlojë riskun e goditjeve në tru në menopaush. Por bananet kanë edhe anën e tyre të errët, prandaj Chelsea qëndron se nuk duhet t'i konsumoni me stomakun bosh, në mënyrë që të mos shkaktojnë edhe efektet e tyre negative. Konsumi i përditshëm i 1 deri në 2 banane pas mëngjesit ose gjatë vakteve të ndryshme të ditës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të ofruar trupit të gjitha këto përfitime të cilat i përmendëm deri më tani. Konsumi i bananeve është një mënyrë për t'i ofruar organizmit vlerat e tyre ushqyese dhe për të mbajtur larg edhe komplikacionet e tyre. Prandaj, nëse doni të ofroni organizmit një mbrojtje më të madhe të shëndetit, atëherë bananet, krahas të mirave të tyre, duhet të jenë pjesë e dietave tuaja të përgjithshme. Banania e ndihmon organizmin të parandalojë një sër komplikacionesh dhe gjendjesh, duke e bërë atë edhe një zgjedhje të përkryer për dietën tuaj të përgjithshme. Për sa kohë që nuk konsumohet me stomakun bosh dhe në sasi të tepërta, bananet mund të jenë aleate të mira për shëndetin tuaj, disa prej të cilave do t'i rendisim në këtë video. Bananet janë të pasura me vitaminën B që ndihmon në qetësimin e sistemit tuaj nervor. Vitamina B6 përmban dhe rregullon nivelin e glukozës në gjak, të cilat mund të ndikojnë në gjendjet tuaja të ndryshme emocionale. Bananet janë një frut aleat i mirë i njerëzve të cilët të vuajnë nga anemia. E pasur me hekur, bananet mund të stimulojnë gjithashtu prodhimin e hemoglobinës në gjak dhe të ndihmojnë edhe në rastet tuaja, sidomos në marrjen e ushqyesve të duhur kur jeni në anemi. Bananet janë të mira kundër problemeve të depresionit. Sipas një studimi të kryer nga revista Mind, në mes të njerëzve që vuajnë gjithashtu nga depresioni, shumë prej tyre janë ndjerë më mirë pasi kanë ngrënë të paktën 1 banane çdo ditë. Kjo është për shkak se bananet përmbajnë nivele shumë të mira të tripofanit, lloji i proteinës që i duhet trupit për të shndruar serotoninën, që njihet si relaksues duke përmirësuar gjendjen emocionale dhe në përgjithësi të bën të ndihesh akoma dhe më i kënaqur. Bananet janë një frut fantastik për organizmin tuaj, sidomos nëse keni edhe tension. Ky frut unik tropikal është gjithashtu shumë i pasur me minerale të rëndësishme, siç është potasiumi, që në sasi të vogla të kriprave do të bëhet i përsosur edhe për shtypjen e lartë të gjakut. Banania është një frut që mund t'jap shumë për shëndetin tuaj edhe kundër dhimbjeve të kokës. Përgatisni një milkshake me banane duke e përzierë atë edhe me përmbajtje të mjaltit. Bananet qetësojnë stomakun, kurse me ndihmën e mjaltit mund të rrisin edhe përmirësimet të organizmit tuaj. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin dhe të mbani larg komplikacionet e dhimbjeve të kokës, sigurisht përfshirja e këtij fruti në dietën tuaj mund të jetë një aleat i vlefshëm i situatave tuaja. Bananet mund të jenë gjithashtu një zgjedhje shumë e mirë edhe kundër pickimit të mushkonjave. Para se ta aplikoni kremra kundër pickimit të mushkonjave, provoni të fërkoni të brendshmen e lëkurës së bananes në vendin ku jeni pickuar. Kështu do të parandaloni skuqjen dhe inflamimin e tyre. Është një mundësi shumë e lehtë që mund të arrihet në kushte shtëpie, në lehtësimin e këtyre situatave dhe gjithashtu në qetësimin e problemeve tuaja. Banania është një frut shumë i mirë që mund të ndihmojë në procesin tuaj tretës. Pas mëngjesit, konsumi i bananeve mund të rrisë edhe aktivitetin e rregullt të jashtëqitjes, gjë që është shumë e rëndësishme në këtë proces. Nëse keni vështirësi të dilni jashtë, bananet mund të jenë një frut i duhur për ju, për sa kohë nuk e teproni dhe nuk e konsumoni me stomakun bosh. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.